Aplikimet për komisionet e vetingut zyrtarisht kanë përfunduar. 27 marsi ishte data e fundit kur kandidatët që kishin mangësi në dokumentacion mund të bënin korrigjimet e nevojshme. Kjo procedurë nisi më 26 janar, kur sipas kushtetutës, avokati i popullit bëri thirrjen për të aplikuar për komisionet që do të kontrollojnë gjykatësit dhe prokurorët. Thirrjes ju përgjigjen 193 persona në 15 ditë, pas përfundimit të aplikimeve në 9 shkurt. Brenda javës avokati i popullit konstatoi 29 persona në listën A, të cilët plotësonin të gjitha kriteret ligjore për të garuar, dhe 164 persona në listën B, të cilët shfaqnin mangësi në dokumentacion. Pas kësaj, procesi kaloi tek operacioni ndërkombëtar i monitorimit, i cili brenda 2 javëve të përcaktuara në kushtetutë, përpiloi rekomandime negative për 93 aplikantë, 8 nga lista A dhe 85 tek lista B. Pra, aplikantë që përmbushnin të gjitha kushtet për të qenë pjesë e komisioneve të vetingut, mbetën vetëm 21 dhe 79 ishin ata që kishin mangësi në dokumentacion, por jo rekomandim negativ të ONM. Duke marrë parasysh që trupa e vetingut përbëhet nga komisioni i pavarur i kualifikimit që ka 12 antar plus 2 zëvendësues, kolegji i apelimit i përbër nga 7 antar plus 2 zëvendësues dhe 2 komisioner publik plus 2 zëvendësues, numri i përgjithshëm i personave që do të zënë këto vende duhet të jetë 27. Nisu nga ky handicap, 21 aplikant për 27 vende, në seancën e jashtëzakonshme të 6 marsit, ku vendi vendosi të rihapë edhe një herë aplikimet për këto komisione, si dhe të jepte mundësi të gjithë aplikuesve që shfaqnin mangësi në dokumentacion për të plotësuar dosjen e tyre. Ky vendim u rishikua duke hequr rihapjen e aplikimeve dhe duke u lënë mundësinë vetëm aplikuesve ekzistent për të plotësuar dokumentacionin. Pra 164 aplikantëve të renditur në listën B, ju dha edhe një mundësi e dytë. Pas përfundimit të afatit, sipas njoftimit të avokatit të popullit, vetëm 101 persona plotësuan dokumentacionin. Tashmë avokati i popullit ka dhe një javë kohë për të verifikuar këto dokumente. Radha është sërish te operacioni ndërkombëtar të monitorimit për të bërë rekomandimet e veta. Numri i përgjithshëm i aplikantëve vijon të mbetet 193 dhe duke supozuar se të 101 aplikantët kanë dorëzuar dokumentacionin e saktë, atëherë do të kemi 130 aplikantë në listën A dhe 63 në listën B. Rëndësi të veçantë do të ketë edhe rekomandimi i ONM, duke qenë se ndërkombëtarët kanë dhënë rekomandime negative për 93 aplikantë. Atëherë në listën A të supozuar më sipër, kemi më së paku 30 prej tyre. Megjithatë, nëse kjo ndodh, numri i aplikantëve mbetet i mjaftueshëm për të krijuar komisionet parlamentare ad hoc, për të cilat nevojitet patjetër prezenca e opozitës, që aktualisht ka bojkotuar kuvendin.